Timi me pamje të drejt për drejt nga stadiumi më i mire, më i madh në vendin tonë, Fatil Vokre. E tani të prirë nga gjyqtari kryesor Ertan Zasella, dalin në fushë të dyja ekipat. Prishtina me kapiten Leo Kryeziu dhe Prishtinës që nisin me Altin Gjokaj në port, pastaj në mbrojtje Salletić, Mamengi, Limani dhe Bytyqi. Në fusha përbët me tre lojtarë Taipi, Namani dhe Saliu këtër që zë vendin e Zeqirit, kurse në sulm Kryeziu, Ilijevski dhe Veliu. Prishtinë më sulmuese se sa që jemi mësuar të shohim. Fillon këtu pallabaqimi. Prishtina përballë rivalve të vështirë për ta, Gjilianit. Shmeyull Ibrahimi. Provon të arku e rasti këtu dhe nuk ka gol. Ja shohim edhe njerë tjetër arkimi. Dalja e Prishtinës, rasti fundit i kësaj pjesë të parë. Valmir Veliu. Leo Kryeziu, shansi këtu, goditja. Transversale, provon edhe Ilijevski. Shohim edhe njerë tjetër, përfundon pjesa e parë me këtë bom goditje. Shpoton Gjiliani tani, 0-0 mbetët. Ne të riktemi pas 15 minutave publicitet me pjesën e dytë. Shansi i Prishtinës, Saliu. Goditja ti e blokuar me Ibrahimin. Shumë shpesh i kemi parë të duelojnë me syre në këtë ndeshje. Bytyqi, vjen arkimi. Rasti tani, Saliu. Saliu nuk arrin të gjuaj. Ramiz Bytyqi e pati mundësinë e arkimit, vendos për driblim, tani vjen arkimi ti, rasti këtu dhe shkon jashtë. Ja dhe njerë tjetër momenti, një devijim i lehtë këtu, do mjaftonte mirë, po nuk vjen. Dueli me Mamengin, Basha. Gjen hapësirë, provon arkimin, topi prekur me dorë dhe penalti. Shohim se cili do t'jetë vendimi tani. Pas rishikimit nuk ka penalti. Për ta ekzekutuar këtë goditje të lirë. Arkimi ti drejt shtyllës së dytë, Mamengi ndodhet aty. Rasti këtu, goditja mbi port. Saliu e fiton këtë duel. Topi tek Valmir Veliu, shansi. Veliu gjen hapësirën, Veliu, goditja ti mbi port. Nuk fiton për ballë Gjiliani që nga 28 tetori 2023, rasti këtu të bëj shumë, pa ka mundur të bëj sot. Janë arkimi këtu drejt zonës, rasti mbi port. Diçka mbyllet përfundimisht, Prishtina Gjiliani 0-0.